Të dashur vlonjat, unë jam Dionis Sota, ekspert turizmi që ka jetuar në këtë tokë të bekuar plot pasion, perlën e 2 deteve që meriton të shkëlqej 365 ditë në vit dhe jo vetëm në verë. E shoh Vlorën tonë të vuaj nga rrugët e prishura. Kanë marrë vota dhe kanë ikur. E kemi humbur besimin totalisht. Ujë munguar, plerat që fshejnë bukurinë tonë dhe premtimet e thyera që na kanë lënë të zhgënjur e të braktisur. Ky nuk është fati ynë, por është mungesë vizioni e akoma më keq devijimi interesash. Unë vi si një thirrje zemre vlonjate, me përkushtimin e palodhur për ndriçuar dhe transformuar Vlorën në çdo cep të saj, me lagje të riorganizuara dhe të pastra, me një drejtori turizmi të fuqishme që promovon trashëgimin ton arkeologjike, historike, ushqimet tona tradicionale dhe evente ndërkombëtare. Vizioni im është një Vlorë europiane ku çdo banor të ndihet i fuqishëm, i dëgjuar dhe pjesë e një komuniteti të bashkuar për ndryshimin e vërtet, ku të rinjt nuk largohen, por besojnë të ardhmen e tyre në Vlorën tonë. Vota juaj nuk është numër, është fuqia jonë për të ekuilibruar padrejtësitë dhe për ndërtuar të ardhmen që na takon. Bashkohuni me mua, votoni Dionis Sota, për Vlorën e re që nuk pret më, por udhëheq. Ju falenderoj nga zemra.